Po e përmendi vazhdimisht fushatën zgjedhore sa i përket kësaj çështje, pra po aludoni se po kursehen pronarët e kompanive të mëdha dënimet nga shteti pasi është në kohë të fushatës? Po kursehen jo vetëm tani, po kursehen janë kursyer në vazhdimsi, realisht të humb jetën një punëtor, një pronar kompanive, maksimumi deri më tani ka mund të burgoset për 48 orë dhe pastaj është në liri dhe unë e themi që për shembull rastet shkojnë në gjykatë, gjykata mund të shkojë ka raste deri në 15 vjet deri të vjen deri te një përfundim i këtij rasti dhe drejtësia e vënuar është e barabartë me pa drejtësi, kështu që gjithherë për çdo ditë ka me apelue mos u qoftë halal atë parë që e merrni parlamentarët dhe qevetarët e Kosovës, sepse rinin më të mirën e humbët për shkaqe, po themi jo njerëzore që e keni, sepse në parlament duhet merren vendime që shkojnë në favor të punëtorëve, përderisa ne nuk kemi kundër asaj që punëtorët e sektorit publik kanë marrë pagën e 13, punëtorët e sektorit privat të Kosovës marrin sot pagë 250 euro dhe këte janë të njoftuara gjithë institucionet, por megjithatë domethënë ne gjithherë ato që ka i shohim në terren do të flasim. Për këto që ka po i themi ne, edhe kryeинspektori, edhe kryeministri, edhe ministri i punës, edhe gjithë i kanë tavolinën e vet, por megjithatë këta njerëz dalin dhe nesër para punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, kërkojnë mbështetjen e tyre që ata të vinë në parlament sepse ata do të mbrojnë drejtat e tyre. Në fakt ju e keni parë që në periudhën e fundit po flasim, asnjëherë nuk ka fol as për këtë çështje për rastet e vdekjeve, nuk kanë folur për gjendjen e rënë sociale të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Gjithë luftën e kanë bërë që si të shkojnë deri në parlament dhe ju e dini që s'pakut që neve të gjys çfarë detyrash kanë krye deputetët e parlamentit të Kosovës. Nuk mund